Mbajeni këtë bime në shtëpi dhe kur rëmintës do të futen brenda. Nëse i keni fobi ose neveri mint, atëherë po ju themi se si t'i mbani ato larg nga shtëpia juaj. Kjo gjë mund të arrihet shumë thjesht duke vënë edhe një bimë menteje në shtëpinë tuaj, kryesisht edhe në ato hapësira ku keni hasur minj më parë. Bima e mentes i largon minjt pasi ato janë alergjik ndaj saj. Nëse ju mbani disa vazo me mente në dhomat tuaja, është e sigurt se mintë nuk do të guxojnë të futen në shtëpinë tuaj, por kjo bimë mund të përdoret edhe kundër mushkonjave, buburrecave, pasi i mban larg për shkak të aromës së saj. Prandaj, nëse doni që t'i mbani sa më larg nga shtëpia juaj këta brejtës të vegjël, atëherë mund të përdorni bimën e mentes në shtëpinë tuaj. Kështu do t'jetë një alternativë shumë e çmuar lehtësuese, e cila do të ndryshojë gjithashtu edhe situatat tuaja më ekstreme.